Opozita ka bojkotuar seancën plenare të kuvendit të kësaj të marte, ashtu si edhe kishte paralajmëruar më herët, ku votua me 79 vota pro projekte rezoluta për shpalljen e Iranit shtet që sponsorizon terrorizmin. Megjithatë, në seancë ishin të pranishëm deputetët e partive të vogla opozitare, të cilët morën fjalën për të shprehur qëndrimin e tyre në lidhje me këtë çështje. Gjatë fjalës së tij në kuvend, deputeti i Partisë Mundësia, Erald Kapri, tha se kjo rezolut kërkon që të vijojë mbrojtjen dhe servilosjen e kryeministrit Edi Rama ndaj perëndimit, pasi sipas tij, nëse do të kishim një kërcënim nga Irani, do të duhej që së pari të mblidhej Këshilli i Sigurisë. Kjo rezolut do të merrte shumë kuptim nëse kjo qeveri do të ishte vërtet perëndimore, do sillej si perëndimore para se të silte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të një pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezolutat të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendon që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar, parlamentin madje, dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Edhe nëse do e kërkojnë mbledhjen, do kuptojnë që çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e akshet e të tjerë, me marrjen e të dhënave nuk na ka bërë Irani. Gjithashtu gjatë fjalës së tij, deputeti Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, u shpreh se shtetet e BE-s e kanë shpallur Gardën Iraniane Revolucionare si organizatë terroriste në mbështetje të rinjve dhe të rejave që kanë protestuar. Po ashtu, Muçi akuzoi PS, duke theksuar se duhet të qëndrojnë në anën e duhur dhe jo vetëm kur kjo përkon me interesat e më të fortëve. Po na propozoni një rezolut për shpalljen e Republikës së Iranit si shtet që mbështet terrorizmin, ndërkohë vendet e Bashkimit Evropian me të drejtë kanë shpallur Gardën Iraniane Revolucionare si organizatë terroriste për hir gjithë atyre të rinjve të rejave që kanë protestuar në sheshet e Tehranit dhe janë përballur me represionin e regjimit. Sidoqoftë do ishte në nderin e këtij kuvendi dhe në nderin tuaj që në anën e duhur të ishit jo vetëm kur është në interesin e më të fortëve, por edhe kur bëhet fjalë për të mallkuarit e kësaj bote, siç thoshte Frantz Fanoni. Sepse nuk ka hipokrizi më të madhe se sa të na paraqisni këtë rezolut ndërkohë që kryeministri juaj dhe për turpin tim e gjithë shqiptarëve edhe yni, shkoi dhe u në gjunjë përballë Benjamin Netanyahu, një njeri i cili ka një urdhër arrest nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, dhe i cili e përdori shtetin e Izraelit për të masakruar 70.000 civil palestinez, ndër të cilët 20.000 fëmijë. Infrastruktura teknologjike në kuvend u godit gjatë fillimit të muajit mars nga hakerat iranian, duke fshirë dokumente të rëndësishme të disa punonjësve të kuvendit, ndërsa ai u parandalua në kohë para se ato të kishin akses në informacione të brendshme.